Vllaznia në një version minim, poshtë Apolloninë 1001 problemeve, duke zhytur Fjarakët gjithnjë më shumë drejt fundit të sigurt. Në Loro Boriçi ka mjaftuar një gol i shënuar nga Dritan Smajli, që kush blut Shkodran të merrnin një 3 pikësh, në një sfidë që gjithnjë më shumë po komplikohej. Në shkallën e stadiumit tifozët e pranishëm thërrisin në kohë emrin e një kampioni si Erkan Qerimaj, por të motivuar të besuarit e tyre, të cilët në fushë në lojë se vetëm kampion nuk janë, por një skuadër me lojtarë të thjeshtë, por si gjithnjë premtues. Pas një pjesë të parë të përfunduar në shifrat e 0-0, në pjesën 2 dy skuadrat luajtën për gjithçka. I vetëm Julian Gërxha e kishte të pamundur të bënte diçka më shumë, sesa të vinte në lëvizje disa herë portierin Vujatinović. Nga storja e Trajneri Grimaj duhet të riformatohet edhe një herë idet, pasi duhet të bënte llogarit me një lojtar më pak. Arsen Sy ka ndryrë në mënyrë të parregullt, duke ndëshkuar me kartone 2 të verdh. Për ta nxjerrë një nga halli i Shkodranët, mendon një talent i pastër si Arsen Hajdari. Me sfëshuar rikuperon një top vetë dhe fiton një penalti po vet. Nga pika bardhë Smajli tregohet i saktë, duke i dhuruar tifozërisë një arsye për të festuar dhe vllaznisë një 3 pikësh. Kastrioti rigjeti fitoren pas 3 humbjesh radhazi, teksa mposhti 1-0 Dinamon e vendit fundit, një fitore që përkoi me debutimin e trajnerit të ri, Andrea Marko. Ndeshja ishte bukur dhe me raste në të dyja portat. Kryutanët kanë tentuar më shpesh të shënojnë në portën e Osmanit, por edhe Dinamo ka parë disa herë portën kundërshtare. Gjithsesi, me raste, Kastrioti ishte dominues. Golin fitues e shënoi sulmuesi francez Bruce Inkango nga pika e bardhë e penaltis në minutën e 75 pas një 11 metrëshi të fituar nga Erald Turdiu. Për francezin, ky ishte goli 14 sezonal. Në minutën e 70 sulmuesi Dinamos Ariel Shtini goditi shtyllën horizontale. 34 pikë ka Kastrioti, që mban gjallë shpresat për në Kupën e Evropës, duke renditur në vend të 5. Për Dinamon, humbja në Krujt do të thotë se vetëm matematika i mban ende 18 kampionët në. Të parë zhbulluan shifrat ballçotët me Xhafën, ndërsa 5 minuta nga fundi, liqenorët gjetën barazimin me Elmazin. Pas javës 22 kryeson Teuta me 49 pikë, ndjekur nga Skënderbeu me 47 dhe Tirana 46 pikë. Skënderbeu kapitulon në Vlorë dhe lëshon kreun e renditjes. Flamurtari hakmerret ndaj kampionëve në fuqi dhe i mposht në fortesën e saj me rezultatin minimal 1-0. Fatet e gjithë takimit më të rëndësishëm të javës së 22 i ka vendosur Pero Pejic, që në minutën e 4 me golin e shnuar. Vlonjatët kanë zhvilluar një ndeshje mjaft të mirë dhe me zemër, kanë ditur të rezistojnë për minuta të tëra. Fillimi i takimit është një spektakël më vete nga tifozëria e të dyja skuadrave, ku nuk mungonin as ata Korçar. Ende pa filluar që lojtarëve të dilte pika e parë djersës, vlonjatët kalojnë avantazh. Minuta e 4 dhe Pero Pejic me një të djathtë nga paksa jashtë zone dërgon topin në këndin e portës së mbrojtur nga Shehi. 1-0 për vlonjatët dhe stadiumi shpërthen në fest. Korçarët befasonin e gol i psuar, ndërsa djemtë e Muçës kanë sërish iniciativën. Në minutën e 11 provon Progni, por Shehi pret në pozicion. Kampionët fillojnë të duken nga anët e Koliqit, por tentativa e kapitenit Shkëmbi devijohet nga portieri vendas. Në minutat në vijim, loja bëhet e fortë dhe ndonjëherë ashpër në duele, por korrekte. Vlonjatët mbrohen mirë dhe tentojnë të kundërsulmojnë, ndërsa Skënderbeu ka pak forca për të avancuar përpara dhe nuk është i saktë. Pjesa e dytë nis me një super rast për plakun, i cili gjen duart e Koliqit. Portieri vendas bën mrekullin, por gjatë gjithë ndeshjes ishte një siguri për Muçën. Në minutën e 65, Rajovic pengon në zonë Muzakën, por për gjyqtarin Pashaj gjithçka është e rregullt. 2 minuta më vonë provon Radas nga goditje lirë, por Koliqi devijon pa vështirësi. Vlonjatët ngacmojnë sërish portën e Shehit. Gerhard Progni gjuan bukur nga larg, por topi devijohet dhe shkon pak mbi travers. Franz Veliu provon me specialitetin e tij, goditjet standarde dhe në 2 raste ka shansin të shënojë, por pa sukses. Në makthin vlonjat, Korçarët e shënoi një gol me Muzakën, por më parë me sfushori e kishte ndaluar topin me dorë dhe pavarësisht se çan rrjetën kundërshtare, kjo nuk vlen. Në minutën e 3 të shtesës, trajneri Muça i lejon kapitenit Lena një standing ovation, mos e të merituar, ndërsa më pas nuk ka më kohë dhe dëgjohet vërshëllima e Pashajt. Flamurtari thyen Skënderbeu 1-0, festojnë vendasit zi tek miqt. 39 pikë për vlonjatët që betonojnë vendin e 4, ndërsa Skënderbeu humb Fronin.
Korçarët kanë Tirana ka shpëtuar in ekstremis ndaj Tomorit. Shkodrani Bekim Bala ka kurorzuar në minutën e fundit të ndeshjes tëra të volum loje dhe rastesh të krijuara nga të tij, duke i mbajtur 24 herë kampionët e vendit në luftë për titull. Në një takim të fortë dhe shumë të dy luftuar, diferenca është bërë në zonën e Balës, i cili i shërbyer nga Morina shënon me kokë duke mposhtur portierin mik. Tashmë skuadra e Rubios është vetëm një pikë më pak se Skënderbeu, duke mbajtur vendin e tretë, por Kreu, që ka padronet e utën, është gjithsesi jo larg, 3 pikë. Bardhë dhe blut janë shfaqur të përgjumur e pa shumë nerv ndaj beratasve, të cilët nga ana e vet kanë pasur mundësinë e tyre për të shënuar. Trajneri Gjoka e ka vendosur mirë skuadrën në fushë dhe beratasit kanë luajtur me grind. Rast ideal ka pasur në minutët e fundit Rugova. Ndeshja ka qenë edhe tensionuar, vlen të evidentohet nxjerrja me karton të kuq e pishës për vendasit pas një përplasje fizike që ka pasur me Ofojet Tomorit. 46 pika Tirana në vend të tretë, javën që vjen luan derbin ndaj Dinamos. Tomori me 23 pikë mbetet në vendin e 10 në zonën play-out. Teuta rikthehet mbretëresh në kategorinë superiore. Kampionët e dimrit mposhtin Niko Dovana shkumbini me rezultatin 2-1 dhe fal humbjes së Skënderbeut në Vlorë kundër Flamurtarit, kryesojnë Superligën në kuotën e 49 pikëve, 2 më shumë se Korçarët. Teuta nuk e ka pasur të vështirë për të marrë këtë fitore në fushën e saj ndaj shkumbinit, ku miqtë rënditur në mesin e lartë të klasifikimit. Më shumë luanin për llogaritë të Dervishit, i cili me golin e tij të shënuar në këtë takim, 17 personal, synon të fitojë kopucën e artë për këtë sezon futbollistik. Minutat e parë të takimit flasin për vendasit të cilët u janë dashur vetëm 3 minuta lojë për të kaluar në avantazh dhe vënë kështu ndeshjen në shenjat e dura. Nika shërbet mirë dhe lëshon një predh nga rreth 20 metra, gjuajti që ndalet në rrjetën e portës së peqinasve. Dursakët fal golit të shpejt bëjnë më krah dhe mundohen të mbyllin ndeshjen ku në minutën 26 në apel ngjitet Bledar Mancaku, një ish i kësaj sfide, ku me një lëvizje të bukur shman kundërshtarët dhe lëshon një goditje të bukur, por gardiani i portës peqinase Kotori është i vëmendshëm dhe gushton topin në goditjen e këndit. Por goli i dytë i Dursakëve nuk do të vanonte, ku 4 minuta më vonë në të 30-ën, mbrojtësi i Teutës Da Silva shërben mirë për Nikën, i cili nuk ka çfarë të bëjë gjë tjetër, por vetëm të shënoi, duke thelluar kështu rezultatin 2-0 për Dursakët. Pjesën e dytë vendasit e fillojnë atje ku e lanë të parë në sulm, por nuk tregojnë konkret për ballë Kotorit, por të mbyllën një herë mirë këtë takim. Por po nuk shënove do e pësosh dhe në minutën e 75, Dervishi, mbas disa rasteve të humbura radhasi, shkurton diferencën në 2-1 për Teutën, duke hapur gjithçka për këtë takim. Por minutat në vijim nuk i kanë mjaftuar peqinasve për të barazuar takimin. Dhe kjo ndeshje mbytet me rezultatin 2-1 për Teutën. Falhumbjes së Skënderbeut në Vlorë, Teuta merr Kreun në klasifikimit me 49 pikë, 2 më shumë se Korçarët, dhe duke pasur një kalendar më të lehtë dhe ku ka mbetur 4 javë kampionat, mund të themi plot gojë që Teuta mund të rithetë titulin. Një fitore tepër të rëndësishme në luftën për mbijetesë arriti Kamza 3-1 ndaj Laçit. Vendasit kaluan avantazh në minutën e 4, por u barazuan që në pjesën e parë nga Kurbinasit. Por skuadra e trajnerit italian De Vekis do të shënonte edhe 2 gola në pjesën e dytë me Karapicin dhe Tepshin, duke kaluar në kuotën e 19 pikëve në vendin e 11, 2 më shumë se